Zërat e mia do flasim për diçka që e gjej veten të gjitha. Sa mund të jetë? Janë rrobat dhe hallet e dollapit të rrobave. Po prisja kështu thash ç'a mund të jetë. A ka më hall se rrobat? Ti e di shumë mirë se sa vonohemi ne për gjetur rrobat specifike që na duhen, që na përshtaten për të dalë nga shtëpia. Po, e vërtet. 5 minuta e poshtë nuk është vetëm make-up, janë dhe rrobat janë të gjitha. Ne vonohemi çdo emision. Po ju ka ndodhur ndonjëherë që të keni pas kështu probleme me sharing is caring për rrobat? Unë për shembull kam motor. Ju s'e keni motor, po. Ti e di, unë kam motor, ju s'keni motor, po unë e kam. Keni kështu jo keni. E tash në mënyrë batute. Por që unë me motrën, për shembull kur kemi qenë të vogla, që na blinte mami, ke pasur fillimi i shkollës së kështu. Edhe ajo tash si unë si ajo, ja merr një mirë tjetrës, po pa e ditur që ajo kishte qef. Kupton? Dhe jo ziheshim. Po për flokësh, t'ju betohem, nuk kishte, thoshte mami, po s'ke se do ta blej dhe unë ty. Nuk e du njësoj. Nuk e du njësoj, se na thon shoqet. Fillonin pasaj u zinim, 3 orë aty, debat. Nësa tani që jemi rritur, me thënë drejtën sharing is caring, dhe mua nuk më intereson, sepse them që është më e vogël se unë, do të ketë rroba të bukura, pse jo. Edhe unë bezdis tani jo ma kur ti merr rroba? Jo, absolutisht. Jam shumë e lumtur bile që ka qef, dhe do që më kërkon, vjen tek unë, dhe s'dua që për shembull të shkoj të kërkoj një shoqe, ku kam motrën e vet. Hajde te unë. Po me shoqet si keni ju relatat? Unë për vete, nuk e kam problem fare, do thënë, kam shumë qef me Meglin ose me Kesin, ne vendajmë rrobat e njëra tjetrës, jo vetëm rrobat. Edhe ne kemi ndarë rrobat me njëra tjetrës. Po, ne dhe ne. Rrobat banjot në verë, ju kujtohet xhirimet? Po, kur ishim në folije. Unë kam shumë qef që t'i ndaj rrobat me shoqet, apo Same edhe unë. problem fare. Playing me, domethënë duke lut kuklla. Edhe mirë kështu, po kur shef një rrobë të zezë aty, më ç'është ajo rroba zezë? Do ta provoj herë, mos u bukur mua. Mu që s'më bëjnë kurrë, unë dhe Kja jemi fix, po. Unë dhe Kristali ndajmë ti. Po unë historikisht, nga që nuk kam pasur motor, kam pasur gjithmonë gocën e tezës si motor. Dhe ne kemi të njëjtën moshë. Dhe kemi ndarë, vazhdojmë dhe ndajmë rroba, por nuk ka qenë aq paqësore eksperienca me rroba. Se çson të merrte stilin apo? Po jo, nuk ka lidhje me stilin, por për shembull, kam unë një rrobë, dhe unë dua ta bëj foto ta hedh. Dhe zëma ajo e kërkon. Dhe do që të bëj foto, dhe thua gjithmonë, po prita bëj herë unë foto ta hedh, pastaj hidhe ti. Ma bëj fotosh, kupton? Këto fotove janë shumë Edhe kam pasur vetëm kushërirën. Kurse me shoqe, kam darë dhe me shoqe, po me që më dolet e shoqet. Dhe unë kam një pyetje, a jeni ndirë ndonjëherë sikur ndonjëra nga shoqet ka dashur t'ju vjedh stilin ose nëse kështu fshetas ju kopjon? Jo, unë nuk kam menduar se një kush do ta ketë me roz kështu si zan, me unicorna. Jemi, domethënë, unë kam pas gjitha shoqet e mia kam pas shumë të ndryshme nga njëra tjetra në stil, në jetesë, domethënë çdo gjë e kemi shumë ndryshe, na bashkojnë vetëm mendimet. Wow, Klia, di sa më kujtove kur kemi qenë fillimet tona këtu tek Andale. Unë pata vesh një herë një kostum roz. Po ta veshur një herë një kostum roz dhe çorape roz. Dhe nuk e mbaj mend, kush më ka thënë dhe më tha që si ke veshur ti rozën e Kleas. Dhe unë ngela se tash, okay, dija që ti vishe roz, tash jemi dhe me roz të dyja. Po, dhe ka qenë, ua, më kujtuar. Dhe unë ndjeva shumë keq atë ditë. Se thash, okay, roza është e Kleas, po pse unë nuk do vesh asnjëherë roz? Ka qenë fillimi atëherë, nuk kishim aq afërmitet me njëra tjetrën. E mban mend që unë vishe ato unicornat, gjithmonë ato papuçe që i vishe ato ndryshme dhe mbaj mend ka vesh një herë Casey. Ato si ishin të mia. Ka qenë bif nëpërmjet emisioneve. Dhe u bë një mini dram ti çorape të roz, ajo mori unicornat se ti mori çorape të roz. Dhe 2 muaj kemi marrë me këtë muhabet. Unë se kam pas ndonjëherë problem fare. Unë, të them të drejtën, unë e kam ndjerë shumë herë që vajzat që kam pasur afër, qoftë ose shoqe ose jo, më kanë jo kopjuar, por unë e shoh gjithmonë si influencuar. Pra nëse ti vesh diçka dhe duket bukur, ajo e pëlqen dhe thot, shiko, do ta provoj dhe unë, do dukem kështu kaq bukur sa ti. Kupton, nuk e kam parë asnjëherë në formë kopjimi. Unë për shembull kam shoqe që e kanë bezditë që për shembull të veshësh diçka që e kanë veshur dhe ato ose të ngjashme, nuk kanë qef. Dhe unë për shembull i respektoj dhe mendoj se janë okay. Respektoj? Ka i respektit? Ja, sepse është mendimi i tyre, kupton? Nuk është se kanë ai gjë për të ashtu. Ndërsa unë për shembull nuk e kam problem fare. Asun fare. Të dukem kështu, të vesh diçka ose e di sa kam unë një gjë shumë problem? Po. Është nëse kemi një event ose kemi një rast, dhe unë do kem të njëjtën veshje me dikë tjetër. Kjo është normale. Nuk e toleroj. Tu edhe me një që mund të rastisësh është të vjeri natë, jo ta kesh veshur ka stile. Më thonë, në mini matur, kam pas
e kemi treguar edhe gocët e fustanin e zi me bish. Ka qenë edhe një gocë tjetër, ka qenë identik, thjesht ka qenë i kuq. Shtyre ishte për fustanin kuqezi. Dhe unë nuk e kam dashur veten atë ditë. Unë nuk e kisha asgjë, ishte thjesht paralele, po imagjino sikur të ishte shoqja ime. Pa jo, se s'do ndodhte, besoj. Po ka Të di unë për shembull edhe kur e shoh që e pëlqen diçka që e kam dhe e ndjej që të vjen pak zor të ma kërkosh, se kam problem fare, them vetë merr vish ose për të falur, nuk jam kështu. Po. Dua të jetë njerëz që kam. Falim në shkretët, po. Unë nuk e di se sa rroba kur i kujtoj një herë ose shoh foto, them ku e kam këtë, pa le kush e ka ose pa le ku ka unë, nuk. Kjo të si kërkon, ke ma i shtrurin. I them unë ku e ke këtë që e ke vesh të i foto? Se di ku e kam lënë, i them unë ma caron, sepse unë Nuk e di. Nuk më zëj shumë i natën nëse nuk e kam diçka në dollap. Tim. Nuk më zëj shumë i natën po se pata diçka në dollap. Po, shiko, ndoshta ka rasticu që jemi ne kështu dhe se kemi problem. Po ka goca që realisht e kanë shumë problem ti marr. Jo, di që kam problem, unë për shembull kam problem që sa e kam bler ose sa e kam marr, ore ti hap qesen vet. Kaq dua, unë pastaj se vishe. muhabeti biftekut atëherë. Po, ti hap qesen vet. Do të thënë, kjo është kënaqësia ime, t'japi krrç ajo, duhet të jetë për të gjithë, se duhet të kesh primar veten, njëra ta vishe vet, pastaj Po ore, jo, nuk e kam te veshja, merre vishe, po ta hap. Veç ta hap, unë ta di që unë e kam hapur këtë Nëse këtu për Mos shumë emocionohu. tek vila ose tek goci do ishte dikush që të konkuronte këtë pluhurin e zanave me Po e konkuron me Juli, Juli vishet me roz. Kjo ishte deklaratë e fortë? Nuk e mendoj, domethënë se neve E vetëm gjë që del në kamera Juli s'duket me roz, çfarë thash unë? Sa është ajo që shife? e vetmja gjë që na bashkon është veç të dyja roz, po mendoj që jemi shumë ndryshe prap. Jeni ndryshe në stil, mendoj dhe unë. Po, domethënë Se roza dallon. Ja, prandaj hoqi piercing të mos ishte isa me Julin me pierce. Beef skandale gold, skandale. E sigurum episodin. E pra ka ish dhe Juli tash. E shef shpirt. Po gjithsesi Julin ka shkuja kam heq vet. Po kështu është robi mirë, është robi mirë. Po janë, po. Janë shumë vajza për shkakun që janë të vogla që akoma nuk e kanë krijuar atë identitetin e tyre në stil, po kanë stil, domethënë, edhe ndoshta ndonjëherë ndihen edhe keq, për shembull, se ka goca 14, 15 që janë atë fazën e adoleshencës. Na kanë ndodhur dhe ne 14, 15, o shpirt, o zot. Shiko, është edhe presioni që ka në shkollë shumë nga shoqëria. Se ti ja shef dikujt diçka dhe thua se mos ta kem dhe unë. po, domethënë ndihesh inferiore. Në atë moshë sepse ti akoma s'ke krijuar personalitet dhe normalisht të ndodh që ndihesh. Po varet se për shembull, unë që kam qenë në shkollë artësh, nuk e kam ndier këtë shumë, se secili nga ne ka pasur stilin e vet. Keni shumë gotik çan këto. Jo fare, se unë për shembull do të thotë secili nga ne ka pas një stil të veçantë. Po, me flokë karrote, e di. Po pra, që kishte, do të thënë, ekspresiononte veten e vet nëpërmjet veshjes dhe nëpërmjet artit. Prandaj neve nuk e kemi pas se ka qenë shumë ndryshe për secilin. Po në shkollat publike, në shkollat e tjera që nuk ishin artistike, nuk e di se si ka qenë. Shkoj, di çfarë mendoj unë mendoj që stili dhe moda është aq subjektiv, po në të njëjtën kohë është dhe shumë për të gjithë. Se për shembull, po ta marrësh edhe nga shtëpitë e modës ose nga brende shumë të famshme, kopjojnë njëra tjetrën. Pra del një lloj çante ku diun Birkin, pothuajse të gjithë përpiqen të krijojnë një çantë e ngjashme me Birkin, por që nuk është Birkin, por ka emrin e firmës që ato kanë. Që ti përgjasoj. Dhe në vetvete stili frymëzon dhe të bën që ti të influencohesh nga ajo. Unë për shembull kam pafund goca, nuk do të thënë çdo foto që unë hedh ka shumë save. Dhe zakonisht kur më pyesin, thotë që ku e ke bler këtë ose ku e ke bler atë, dhe zakonisht ja shkruaj, ja them për shembull. Dhe nuk e kam parë asnjëherë që wow, problem. Po, Jo. se do e marri kjo tani dhe do bëj foto si unë. Asu se kam problem. Ne kur hedhim ato fotot për këtë për të arsye, po. Shumë drejt. Por ato ndryshojnë rrobat në mënyrën si ndihesh. shumë. Për shembull, 100%. ju ne kemi parë njëra tjetrën pothuajse në çdo gjendje, në çdo humor këtu në Vil me gjitha. Kur më shihni mua që vi me kostum sportiv dhe jam e palyer, është ajo dita që nuk do të më flasë njëri. Kurse për shembull sot ndihem mirë, jam e lumtur, kam edhe një arsye tjetër shumë të madhe, po do merrni vesh më vonë se jam shumë e lumtur. Më thanë mos ta them. Se do doja ta thësh shumë dhe. Do shkënjeni shumë këta merrni vesh. Jo, absolutisht, do lumturojmë familjarisht edhe unë do e postoj gjithë të çka kam thënë kur të vi momenti në storyn tim, mundësisht edhe në post. Okej. Unë mendoj që fiks ato ditë që unë vesh kostum sportiv, jam ato ditë që nuk do të më flasësh me gojë, po në ditët pastaj. E ato 2 ditët e javës.
Po mos më dit para. Mos më Vetbesimi. dit diva hasla, na diva. Unë nuk e kam do të thënë, unë mendoj që kur vishesh bukur ke atë confidence boost, e kupton, të bëhet që të pushtosh botën. Pastaj ndonjëherë më bëhet të pushtoj botën edhe me tuta me të drejtën. Atë kemi parë. Fix, kemi parë. Që nga fakti që vjen 3 orë me vonesë, fix për të pushtuar botën me ato tutat. Kat, mund Unë mendoj që veshja ndonjëherë tregon edhe mënyrën se si ti kujdesesh për veten. Është shumë, domethënë, mënyra se ti kujdesesh edhe për flokët, dhe për fytyrën. Pra kujdesu edhe për veshjen, sepse veshja në një farë mënyrë të identifikon nga të tjerët. Dhe të dukesh e kurume. Nuk e di për ju, po. Gele u duke kurume këtu në vil. Këtu jo. Shikon Kemi realisht, bërë si vllai motor. Unë realisht vdes dhe kam shumë qef kur shoh goca që e mbajnë veten. Qoft tu në vilës ose qoft jashtë vilës. Është ajo që thotë Ema, që tregon që ti ke një lloj respekti për veten. Po maj deri. Po kush do të shofi më motor? Jo këtu, jo. Po se na tani mos në vlerësoa sa mirë se këtu, nuk e di ku. Është për të reja. Për dashurinë e jetës jashtë sportit. Për ta përmbyllur doja të thoja që Taksistik, një shprehje se unë tash e keni kuptuar që mos u ndjeni keq nëse nuk keni krijuar një stil, sepse stili krijohet dita ditës. Kështu që futuni punës dhe krijoni një stil tuaj. Dhe besties, don't copy. They match. Sharing is Caring! Kështu që shpërndani sa më shumë dhurata, rroba. Mi që po flisim për stilin, më falë se jo ndërpreva, se më erdhën ca imazhe para syve të stilit ton. Po, ta shohim vetë më mirë? Qa lloj stilesh kemi Qa kemi krijuar? bërë këtë herë? Shifani. Okej, tani ne sot do stilojmë njëra tjetrën bazuar në situata të ndryshme, që do t'i zgjedhim Por, si do ta stilojmë? te të përdorura. Tek thrift. Tani këtu kemi emrat dhe këtu kemi situatat. Hajde ne. Guess who? A mund ta nis unë? Ha. Unë kam Kristian. Un kam Eman. Ndërsa un kam Crystal. Kurse unë Ua, a mundem? e besoni gëm. Jo. Mos vallke. Jo. Tani kemi situatat. First date me një rockstar. Crystalin tek Vjera, takim me Vjera. Unë kam Milan Fashion Week. Unë duhet të bëj emën K-pop. 1, 2, 3. Tani, duke qenë se eksperienca jone e fundit në thrift ishte shumë e suksesshme. Goxha. Ne menduam që për sfidën tonë, për të gjetur fix sipas tematikës, të vini fix tek Vendi ngjarjes. Po, aty ku nisi çdo gjë në gold. Nuk na ka sponsorizuar kuponi. Jo. Po këtë herë është ndryshe, sepse këtë herë do stilojmë njëra tjetrën. Në dorë të Zotit jemi. Kush do të filote mua? Vet presor. Janë në duart të sigurit. Okej, mendoj që nuk kemi shumë kohë, kështu që fillojmë shpërndajemi. Ikim? Tani ky stili është bërë shumë viral, janë këto koranet me roz, me metalike, me gjëra roz, ema me roz. Është shumë lesh për të qenë K-pop. Në fakt nuk do ishte keq, po jo, ema ime do vishet më bukur. A ke ndonjë gjë roz këtu? A ke një gjë roz? Mos e kap në fund roz aty vërdall. Pse ka vetëm këmisha roz? Ema ime do të vishet më bukur me një fund roz, me një xhaketë roz. Kështu përfytyroj. Një xhaketë roz. Kemi Milan Fashion Week, na duan layers, na duan rroba mbi rroba. Mod, po flasim për mod në Milano. A është Kejsian kërë? Jo, a është Kejsian. Ja. Nuk është Kejsian. Tu hym 2 herë në të dyja, të shretat. Po të mbaj këtë, dhe t'i fus këtë sipër, dhe pasaj një palë qizme gjata, Kejsian në vesh qizme gjata, t'i mbaj mirë këto t'i kemi gjëndje. Nuk është ashtë e vështirë për ta imagjinuar klientët të dashur në një rockeri, në fakt. Unë kam shumë të qartë vizionin tim në kokë. Thumba, aksesor, gjëra latex, lëkur e zez, all black. Klea ka të dashur një rocker. Rockerët vishen me gjëra të zeza, me lëkura, gjëra, ke parasysh? Që këndojnë rock.
Rock. Në thënë, qa ka ndonjë gjë këtu që i përshtatet rockut? Ua, paliceta, po ku i bëjnë asa, ajo është 2 kile rob. E qa dua unë një fund lateks të zi? Fund lateks të zi? A i lateksi që shkëlqen? Ja. Unë do stiloj Crystalin. Crystal ka tematikën që do takoj Vjerën nga veriu. Shumë tematike bukur. E janë me mua. Ti vesh diçka të zezë, serioze, sepse në veri duhet e mbyllur deri këtu, apo jo. Kështu që nisim. Qa unë ti vesh? Këto pantallona shaka shumë bukura për shumë për atë, me Nike mish, si thoni ju. Diçka e verdh ndoshta, po e verdha. Ti shkonte e verdha në fakt? Se Crystal ka ngjyrën e vet të verdhën, dhe Vjera do ta pëlqente shumë. Në fakt po mendoja ti bëja ndaj gjë kështu. Në gjë roz, për shembull, diçka që t'ja mbulsoj fytyrën, se edhe në veri, atje në veri kanë qef të duket e ëmbël, nuse vogël. Qa mund t'jetë diçka roz? Ua, jo, gabim është një kostum noti dhe kishte vetëm këta roz jashtë. Një xhaket roz. Një xhaket roz, moj. Po nuk është shumë K-pop, këtë ema për shumë mund ta vishte në studio. Është shumë e bukur, po jo K-pop. Duhet një xhaket e shkurtër. Një xhaket që t'i tregoj shalët, edhe të kete pak të pjesën e belit. Tani, këtu nuk po i mundojmë... A është mjaftueshëm K-pop? O Klea, jo? E dini, unë urrej të bëj shopping kështu të dalë të kontrolloj. Po porosis aty edhe të vinë kur të vinë. Bijou, hajde me mua. Milan, fashion. Kontemporane. Ua, sa e bukur këtë të e marrë për vete. Ua, vas! Ua, sa të bukur. Nga sa janë këta? Nga 3 janë. Nga 3.000 lek njëmi? Jo, 2. A, 2 bashkë 3.000 Po lek? janë bërë dhe në... Po kjo? Edhe ato 3 do të janë. Varë se këshu e madhe që bërtet Milano. Po bashkë të madhe. Ua, sa e bukur. 20. U qysha, që ke shtrejnë të vitet ta? Jo, janë lirë 20. Po s'bën fare pazar Do ti? shtishin 120. Ameti. Ameti. Ameti tani. Mu the me lira është 20. 20. Po, e diti që unë jam VIP? E di që e vi. E di? Talë 25. O të ta po më thash, jam VIP, po jo VIP i pasur. Po, pra. Jam VIP në Po tentativë vi pa për të bërë. kanë lek. Prit qëtë një gjë tjetër që. Prit të a kapi qytë. Okej, unë mendoj që këtu mund ta gjej një xhaket. Daddy! Më pron, Bora. Qa ishte e vërtë kocë? E, do më japësh një këmish të zezë? Fik, sa e bukur kjo. Wow, këto e dua për vete. Wow. Që ka shumë e bukur. Apo t'ja marrë Crystal. Se kam do stiloj një shoqen time, po ajo do i këtë Vjera në veri. Edhe nuk e di se çfarë ti vesh. Ti vjera me zeza kështu vëta? E pra, se zeza është si varvaki, nuk ka lezet, a? Ua, fiks! Po ti ku ishe, moj deri tani? Jo, ti për shumë si do ta doje nusën e djalit, që të vinte në takim. Me të zeza po roz? Me roz. Me roz, a? Se shumë vajzërore. Ose më ka bon shia mua, kështu që më mirë roz. Si thua ti t'ja kombinoja me ndonjë gjë kështu, në një gjë kështu boost? Ha, si thua? Ti qa s'pas ke këtu me? Ua, shumë e bukur kjo. Ti kisha zgjedh në i bijou? Nuk është roza që unë dua dhe roza që i ri emës. Po të ishte pak më lirë, do e kisha marrë, do e kisha menduar dyre. Po për 20 nuk e marrë. Tani 20... Me qa kam parë dhe nuk di, këto kthehen kështu që të gjim të tjera që janë brënda. Ua, të bukra këto, vetëm se jam me njoll. Po si mërë s'paska, paska... Te kupola nuk ka ngjyrë rozë, përveç... Të lutem, mos i shtyj kështu, të lutem. Po kontrolloj. Jo, po kontrollon mos ose largoni hikni. Nëse ka mundësi. Mos i shtyj kështu, të lutem. Për ti qaci. Po të më sot të lutem, pra të lutem qoba se ulla ti e bana ty reklamen. Ullu këto, mos të mos mol. Atë zot të lutem, hik, të lutem. Hik, largo. Hajde. Hik e ullu ku dush, ullu këtu. Te ky xhaxhi këtu mos blini. Është i disrespektueshëm, mos blini.
Okej? Qofse influenconi nga unë për gjërat e mira, tani po ju disinfluencoj. Mos blini këtu. Shumë e bukur. Sa është kjo? 5. Më duhet diçka që... Sa e vështirë është stilosh kur jenë në presion. Po sikur... Lina. Këmish? Paka zeza. Prap shumë casual më duket. E di qa? Do shkoj prap të plani im fillestar. Unë gjeta një fund latex, si që doja për Klean. Do s'ta tregoj, do ta tregoj në fund. Sa është fundit e ta? Fundi është 5. 5? 5.000 lekë? Ky fundin e ka që vogël? Po Klean shë i vetëmi se s'ka, nuk ka kështë. Okej, ta do a marrë këtu fundin. 5.000 lekë. Sherzade. Mos i shif! Jam për ty! Kisha marrë, ta vej qamë, të delë shumë shumë qak, ta vej kështë të qamë, me këta qamë berë. Ke nevojë për ndihmë? A kam nevoj për ndim? Sa dush kam nevoj? Për një qast më ndali zemra. Hallo, nej. Naj? Okej. Tjus. Qyz. Hajde. A duhet të arrim deri në atë pikë sa t'i gjej memës të brëndshme roz? Pse jo? Ua, mo jema, moj, çfarë shoj që ke që mendon për ty deri në këtë pikë. Goxha interesante. Është kjo, është një xhaketë e shkurtër roz, është edhe një fund roz me pala, po me pala, edhe një paltaka roz. Nuk do e shopi se qa kam marrë, do e zbulojmë në vid. Tani ideja është bëj qik pazar për t'i blerë se... Ne erdhëm këtu po, buxheti, e dini si jemi net gocit, gjithmonë. Xhaxhi, sa do më japësh këto? Jo sa janë, do më japësh 5.000 lekë. Po do të bëj reklam në Instagram, do ndësh 2? Jo? 4.000 lekë? Po 2 o burrun e kam taks 2. Unë kam këmbë të mbarë dhe kudo që kam mikur më kanë thënë që ke këmbë të mbarë. Tashi, po mi dhe 2.000 lekë dhe ty s'te erdhën njerëz nesër, ti o merr në telefon dhe më thuaj më sill lekët e tjera. Llaf burrash, në qoftë se nuk ta hapun telefonin, në gjej aty në Instagram dalun. Rregull? Tashi, e kam 10 që po do mi kthesh 8.000 lekë. Mi kthe, jo, më di një herë se më sa. S'ka besim sot o xhaxh, ku ka besim sot? Më duhet diçka e zezë. E zeza, vërtet pushtet. Ti tani, nuk do më kapësh mua se qa do marrë, është surprizë. Okej? Nga sa janë këto? Nga 5. Nga 5? Nga 5 do me lësh po t'i marrë të treja? Jo, të treja nga 6. Ha! Po nëse unë marrë 3, 15. Të vesh tjetër do da qajnë Milano. 12? Kaq negocim mund të bëj. 12 super çmim, do i marr. Fundin e gjeta tani do gjej xhaketën. E gjeta! Zoti sa lekë është kjo? Ajo 20.000 lekë. Qyqa. Po këtu s'pas ka asnjë gjë në 20.000 lekë. E fundit fare 15. 15 samat me që je me kamera. Do ta tregoj vetëm nga pas, se nga para ka disa detaje shumë të bukura që nuk dua t'ju zbuloj që tani. Unë gjërat i kam këtu, ja! Tire, legend, me dhe se kam bërë super zgjidhje. Lumi une që paskari turë nana, shtatin e si selvije, këngën e poja kënojna. Unë mendoj, mos a vesh shumë roz, që dhe maj vetëm bluzën e roz dhe të hevesh me këto jeans. Të shkon të shumë. Se nuk se duhet veshet këshu i qik me jeans, tjetë e kurume, mendoj se është okej. Ua, bebesita, mamita po shukurane. K-pop. Ua, sa e vu. O, zot. Si një vend. Më thoi mua. Oj, si një vend, love. Oj, si vend, love. Ua,
diva hasla, nuk mund të emërtoj kurrë më mirë se Në K-pop fakt, shpirt. edhe për t'i thënë paket atyre që po na shohin, e kemi bërë pak me hile, kemi sabotuar pak lojën, se kemi marrë kufuzet nga garderoba, se atje ishin shumë shtrenjtë. Shiko, unë jam çike sinqert me ju, po edhe ca detaje, ca gjëra të vogla janë Çorapet. çorapet, ajo gjë me lulet që kam. Ripi. Po të kisha marrë. Po tashi Nëse nuk ka gjë, e tolerojmë si hile se në total është shumë veshje. të ngjaja fix si një K-pop star. Duke qenë se e kërkova gjithë tregun për roz, ishte gjë më perfekte dhe më dolën 2 ngjyra që kanë kaq shumë përputhje me njëra tjetrën. Unë mendoj që je adhurueshme, Mas. Oh, faleminderit. Gjithmonë ky stil të shkon dhe ta veshësh më shpesh. Po, ngjaj si një kotel e vogël. A pi do t'i japim. Shiko, i komando një 10 nga sepse është K-popi do fote tema. 10 edhe unë 10. 10 është roz. Kam lindur për të qenë një K-pop star ose pop star. Po ti je diva më shpirt. Oh, faleminderit që më respektove. Bravo, Eva! Wow, çfarë nuse je. Ka lezet. Takim me vjerën. Ka lezet. Okej. Bravo. Për që da rri. E do tim të ti që ato më mund t'i mbash. Sikur që ka për Ema? Po, unë e kam stiluar, besoj se duket dora ime. Bëra dhe një eci kështu si një koshire. Po. Mendoj që plani jot bë për të bërë këngëtare është më i mirë se për të bërë stiliste. Pse? Nuk pëlqen, është shumë e Më bukur. fal, ti mendoj që karakteri Crystallit do vishte ndonjëherë ashtu për të takuar. Ose më do ta Po, jo. Vjera Për një sekondë se Një sekondë se po flet Juria. Unë të dukem ty një vajzë serioze. Unë të dukem ty serioze. Ç'është? Unë mendoj që ti do të përshtatesh shumë mirë për të takuar Vjerën. Duket e njohur, ty një palë pantallona serioze, shumë bukura, një palë jeanse, shumë bukur, po këtë fundin të lutem mos e vish kurrë jetën tënde. Kuptoj. Mendoj që Atëherë. deri këtu bie dakord, bluza më pëlqen. Mund të vazhdojmë paneli tjetër? Doja të thoja që kjo do takoj një vjerë veriore. Kështu që Më fal, ti po Po prit se po diskriminon ndërpret se po flet. Jo, po ndërpret se po flet. O e të kada. Vjerat nga se po flet. Jugo. Vjerat nga Ndërpret se po flet. Jugo. Ishte e fiksuar. Po ndërpret. Atëherë unë gjithashtu do t'jap 10 sepse kam stiluar vetë, kështu që pikat ju ngelin ju. Unë do t'i jap 9 se kanë nxjerr gishtat jashtë. Po ti e ke sen? 7 Kristo. Okej, e vlerësoj. Nuk është faj jot, është faj stilistës Ka tande. problem fare. Ti je shumë A ishe e kënaqur me stilistën? Kjo ka rëndësi. Ti je të kënaqur klienti. Për sa koj vjerë. Ti je të kënaqur klienti, për të tjerat nuk më intereson. Derit. Okej. Zemra, vjetë të mirë. Lia, të lutem, ço me kujdes tani, ço me kujdes. O Klea, të rri kaq bukur. Zot, mund të jetë nga herët e vetme që unë bie dakord me Kristallin, më pëlqen shumë. Kush e kam qerasur? Na vjen keq. Jo, Unë mendoj që kjo veshje nuk ka shumë koment, mund t'japim direkt 10 në gjithë. Po, dhe po e shifni sot bashkarisht gjithë familjarisht dhe nuk do të shifni më, unë kam shumë të zezë. Është hera parë dhe e fundit që kam kaq shumë të zezë. Okej. Faleminderit. Po ama të shkon, gjan shumë. Të mos e zemra aty që e thyen. Dhe unë mendoj që kjo veshje ka nxjerrë në pa një anë tjetër tënde, se kemi bërë gjithmonë ta me shohim, roz. nuk të shkon fare, po Por si stil. Jo, i shkon me personalitetin. jo, shumë e egër. Ti më pëlqen. Ja, do e mendoj një të dashur rocker? Po zemra, unë kur isha 15 vjeç, vdisa të kisha një dashur rocker. Tanto, asha, do ikja ai këndoj unë këtu. Arsyeja pse i shkon veshja. Nëse Një flas pak për 10. veshje. Rocker dhe me motor. Po, dhe me tatuazhe. Dhe me një tufë trëndafilash. Jo, të Nuk e do. Ja, ja. Nuk Me një themi mos ta Ka hajo nga këta që janë kështu plera fare. Dakor, tu mendoj që ta vlerësoj këtë veshje, Kristall më ke pëlqyer shumë këtu në këtë zgjedhje, si rrallë. Jam shumë krenare për të. 10. Edhe për mua një 10, sidomos ajo xhaketa është një 10. Në fakt, xhaketën unë në kamera kam treguar një tjetër, por në moment të fundit e kam ndruar, nuk e kam treguar te kamera, se ishte Shikoni, diçka plan shumë e të- shpejt, por E di çfarë është e lezetshme dhe ajo çanta blu sepse e thyen shumë veshjen shumë e dhe jep një shije shumë të bukur, shije pikant. çanta është. Faleminderit! Bravo! Mendje shpërthyese. Mund bënte edhe më mirë, mund bënte edhe më mirë. Bravo! Mund bëj edhe më mirë. Po tani Wow! la Fashion Week të përdorat?
shumë i bukur fustani. A? Po. Pra si ja tregova, pra, e di për çfarë më vjen natë? Se unë gjeta ato vathët dhe doja të gjeja një rrip që e kishte tokë zëngol si vathët. E po, Dhe nuk e gjej. Është problem. votët nuk shkojnë shumë. Vetëm për këtë detaj ti nuk meriton 10. Ti jam shumë e sinqert sepse E ka me mua, nuk e ka me jo, një nga E ka me rregullat mua. Një nga rregullat e artë të veshjes është aksesorët duhet jenë të gjithë një lloj. Pra o të gjithë silver o të gjithë gold. Tani Po, Edhe në fakt fakt, Se fund me ka dalë në modë që ti bësh mix. në fakt jo, sepse nuk shkon sepse ajo ripi dhe takat janë njësoj, paka shumë ngjyra, ndërsa Hupsat, pra, votët hupsat. humbasin komplet. Ka gjë ta ime ke bërë maksimumin, unë nuk mund të isha kur me kënaqur se ka shpërtikur në Milano. Po, i gjeta të mdaja, thonë the bigger the hoop, the bigger the love. Po, dhe mund të ishte një palë kpuc Më fal. pa shkëlqim. I kemi marrë dhe njëherë te Thrift, përdorura. po. E kuptoj. Okej? Kemi me mundësi të limituara. po pra, po them Një kombinimi. 7 Kejsiana. Unë do t'jap një 8. Unë do t'jap një 10. Ti që treguar me zgjuar do më jepi një notë më Jo, më një shumë. 7, një 7. Po e ke me mua, nuk e ke me Klian, e ke me mua. 7. S'ka problema. A ka bëj dhe i pasarelën me që mora 7? Çam dhat? 8. Jam një Pak 10 më10. shumë të duket si një cigane, Një dhe 10. si është gati për ta bërë magjinë. Një kujdes shpirt, se s'kam shku Ore, fier, ka një ujë. takat nuk përputhen shumë, po Nuk! Ore, fikni pak dritat. Ai, më çapo O thua. zemër, mos i dëgjoj Po Kejsiana jemi duke gjykuar stilistën e Si je, jo modelën. ty. Ti je rregull, ti po performon. Zemra vetëm se i kam veshur unë, edhe ti ishin më të shëmtuarat. Kupton? Po. Ja shumë të Edhe unë kisha Ja veshur. të dua. Kla është okay, mund bëj edhe më. Kaq, po nuk ka nevojë, vetë mund ta thuaj. Tani, Atëherë përpara se të vazhdoj me pikët, unë kam diçka shumë të rëndësishme për të thënë. Unë në fakt fitova zemrën e vjerës, ndoshta ju me këtë veshje që keni sot nuk do fitoni kurrë zemrën e një vjere, kështu që si vediamo. Si të mos përballosh do të humbjen. Tani neve Okej. ditë unë bra K-pop star. Mendoj ta bëjmë kështu. Me që jeni barazim, ti jeni teka çift. Unë jam çift. Oh, unë jam tek. Teksa mbi çift. Fitoj Klea. E zeza mbi zotëron. Sot nuk fitojojnë Zeza gjë. mbi zotëron gjithmonë. Fitojnë E djalli. zeza mbi E zotron. zeza mbi zotëron gjithmonë. Unë jam një Qëndron të zi. Unë jam një fanse të zezës, edhe pse sot vesha ngjyrën tënde, faleminderit për ngjyrën. Nëse i ka dhe unë se më ikën avioni për Milano. Nëse unë kam koncert, kështu që ju pus. Të herë, Kejsiana ka provuar të bëjë një make-up viral të TikTokut. I see make-up. Shofe. Hi Keca, ju kisha munguar të e prova dhe unë? Besoj se po. E po, ja ku jam dhe sot do bëjmë bashkë make-upin që unë bëj pothuajse çdo ditë dimri. Icy make-up. Unë gjithmonë make-upin e nis me vetullat. Nuk më ecën bar nëse nuk bëj vetullat të para. I krehim pak, i konturojmë. Do vazhdojmë me sytë. Do marrim një ton shumë të lehtë, ndoshta këtë këtu, për të bërë gjithë bazën e syrit. Pas e krijova bazën e syrit, do marr një concealer që është pak më i hapur dhe do ta vendos vetëm te kjo pjesa e kapakut të syrit. Dhe tani fillon magjia. Pse ky quhet një icy make? Dhe do marr tonin më të zbardhur që kam në palet. Nëse keni një të bardhë, akoma më të bardhë se kjo, shumë mirë. Madje edhe un kam të ende ta marr, çfarë mendoj. Nuk e di pse, po mua më pëlqen shumë që xixat ose ca tone që dua të rri shumë kompakte të syrit i hap me gisht. Është një truk shumë i mirë. Që po ja tregoj dhe ju. Prisni, besoni procesit. Shtojmë një eyeliner që syri dhe dali sa më i tej që tjetë. Marrim tonin më të errët që kemi të paletës, ngjyrën e zezë. Dhe ideja është që duhet të shohim drejt. Në momentin që shohim drejt, bëjmë një vizë nga mesi i çepallës së syrit. Afrojmë edhe pak. Nga mesi i çepallës së syrit. Duke vazhduar në këtë lloj drejtimi. Paktoj dhe vazhdojmë pak nga pak ta mbushim me ngjyrë.
Marrim pak concealer. Snatched. Besojni gjithmonë procesit. Më qoftë se doni një video ku t'ju mësoj si të ngjisni qerpikët. Ka të një poshtë. Unë gjithmonë nis me concealer dhe i lë pak të thahet dhe pastaj e hap me sponge. Hapi dhe shumë pak fondatin, mos më pëlqen të vendos shumë. Dhe hapi të gjithën me sponge. Dhe jo shumë butë, po në këtë lloj forma. Me si nuk kemi mbaruar akoma, se harrova që t'ju them. Kë nuk ka shumë po mbaron, po. Tirë pikën e fundit. Jetë sa më shumë pink. I bëjmë blend të dyja bashkë. Shumë blush pink. Unë edhe blushi nuk do jetonim dot kur të ndarë. Unë nuk mund të bëj dot kur një make-up pa pasur blush. Shumë blush. Siç ju thash, që me syt nuk isha mbaruar, një gjë tjetër shumë e rëndësishme për këtë lloj make-upi, Puki! Është lapsi i bardhë poshtë syve. Bëjmë edhe pak fare që pikët poshtë. Pak buzë. Buzët shumë të lehta me një laps për ta kontrolluar pak kaf. Pak gloss. Ta ndo mbyll sytë dhe do imagjinoj sikur me këto make-upin jam në mes të borës, me gocat. Duke luajtur me borë, duke ndërtuar një babagjysh. Si thuhet ai? Një babagjysh. Plak të bore. Duke ndërtuar një plak të bore. Edhe tani po mësojmë ski, po aty është shumë ftohtë. Edhe kemi veshur shumë kapuça dhe shumë shaje të mëdhenj se është shumë ftohtë. Se nuk e di se sa mund ta ngre këtë mace. Sot. Shumë i madh. Puki, nuk bësh dot një kapele ti, nuk bësh dot një kapele me gjithë të leshe ke. Të mi paqim tani goqave dhe qunave të gocit. Nuk bëjtë më shumë. Pafshim, ju puthje dua shumë dhe çfarë do lloj make-upi që doni që të krijojmë, na shkruani poshtë në komente, edhe Puki ju puth fort. Mua! Nëse u kënaqet shumë me ne dhe ju pëlqeu keq sa po pat, atëherë bëni subscribe si gjithmonë këtu poshtë. Ándale.